Distria Krasniqi është ngjitur në majën e ranglistës botërore të judos, duke u bërë jo vetëm e parë në kategorinë deri në 52 kg, por edhe judistja më e vlerësuar në të gjitha kategoritë femra dhe meshkuj. Pas medaljes argjend në kampionatin botëror në Budapest, ajo fitoi 1400 pikë të reja, duke arritur në 7055 pikë, më shumë se çdo kush tjetër në botë. Deri tani vendin e parë mbante francezja Amandine Bouchard me 5700 pikë, po tani është e dyta në kategorinë e saj. Renditja e re publikuar të hënën nga Federata Ndërkombëtare e Judos e vendos Kosovën në qendër të vëmendjes globale. Distria sportistja më së shumti pikë në gjithë kategorinë, duke lënë pas dhe rivalet më të fortë meshkuj si rusin Inal Tassoev 7000 pikë dhe japonezin Sanshiro Murao 6895 pikë. Ranglista është kyç për numrat olimpike dhe pozicioni sipas në garë madhore.